Banorët e Reqicës së Vogël dhe një pjesë e rrugës e njohur si rruga e UÇK-s në Tetov po përballen me mungesë të theksuar të ujit të pijshëm. Ata ankohen se nuk kanë furnizim nga komuna e kështu detyrohen që ujin ta sigurojnë direkt nga mali. Të pyetur nëse janë të gatshëm të paguajnë për këtë shërbim, ata janë të prerë. Pagesa nuk përbën problem, por kërkojnë që fillimisht u garantohet furnizimi i rregullt. Të shtëpiat tona nuk ka. Kjo bon nëse da bëjnë ne nuk ka më. Ne e bëjmë ujtin pi në shatin Gjerë. E kemi ujtin tanë, edhe me që ta furnizojmë. A të përpijesh është? Por që ta e bëjmë për pi, se ne tjetër s'kemi, rrugdali tjetër nuk kemi. Që jo, gjë kemi shfrica për pije, për t'la, për gjithë. Si s'duhet, po bismillah me ullullah. Uj duhet paguhet në duhet kese? Po dhe ne duhet kërë në ujë. Po dhe nëse pa gjojmë, kur kërë s'o problem. O më kur s'ke pa ujë, gjithë dhe vësh bismillah nga sabat i lash të s'ke ujë. Për ku e mirë një ujtë? Unë e marë për një bazendi që gjenat që kanë mbreq këto kushia, por normal duhet paguj. Unë për mu duhet paguj se s'kam shkoj mbushit të Arabati ujë për të parë. Në për të zi, për të la, gjilojmë dhe një petë që kësi. Petëkat e bardë në gjihen si me loshme, si se një laj. Që të tomë që të si. Unë për veti si të kërkojnë parë, unë të kërkojnë dhe apë. Për së kërkojnë, sapë. Po që ka nëjës punuet, kalzojnë duke ka disa pamje që janë të punaj, në kanë premtaj që për mrinda mujës të vaje ujti, shpresem të kese, t'i faleminderojmë në komunë që në ndihmuan. Nëso për të paguaj, dhe paguaj, në të kese ujë, nuk është e puna ekonomikisa, do t'ese kese e populata ujë. Nga ndërmarrja publike komunale Sharri njoftojnë se po punohet për të lidhur rreth 400 shtëpi me rrjetin e ri të ujësjellësit. Gjendemi në pikën më të lartë të fshatit Reqicës të Vogël, ku jemi duke instaluar një rrjet prej 1.2 kilometër, ku prapa me duken 400 shtëpi të se do të furnizohen nga rrjeti i qytetit. Është një projekt që e ka financuar ndërmarrja NPK Sharri, i cili do të kushtojë gjithsej 5.8 milion denar, rreth 6 milion. Dhe gjithë këto shtëpi të cilat i shohim prapa me këtu do të furnizohen nga rrjeti i qytetit për herë të parë. Dhe të gjitha këto do të instalohen edhe ujmatësi të ri digital për të gjitha këto shtëpi që gjenden prapa me. Përndryshe rreth 70% e qytetarëve të Tetovës e paguajnë rregullisht ujin e pijshëm, ndërsa faturat mujore variojnë nga 300 deri në 600 denar. Pavarësisht kësaj, borxhi grumbulluar i qytetarëve ndaj ndërmarrjes kap shifrën e rreth 1 milion eurove. Për momentin, Tetova ka prurje rreth 450 litrash ujë në sekond, por shqetësimi mbetet akoma i pranishëm te banorët e lagjeve që jetojnë rreth malit Sharr.